Policia ka njoftuar se në vijim të masave sensibilizuese janë organizuar në plazh takime informuese me administratorë dhe pronar subjektesh, kryesisht në zona turistike, aktivitetet e cilëve gjenerojnë zhurma nga muzika. Po ashtu dhe ka nisur zbatimi i detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Strukturat e sigurisë publike të Komisariatit Policisë Durrësit gjatë ditëve të fundit, sipas hartëzimit të zonave me ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolli në terren. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmës disa mjedise dhe subjekte të hapura të mbyllura në zonat turistike për verifikimin e respektimit të nivelit kufit lejuar të zhurmës të përcaktuara sipas ligjit numër 97/74. Matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën standarde për këtë qëllim kanë rezultuar brenda kufive të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, thekson policia, strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrolle edhe për respektimin e orarit të lejuar për transmetimin e muzikës në ambiente të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11:00 deri në orën 24:00. Policia e Durrësit thekson se mbetet angazhuar dhe e vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët, ndërkohë ftojnë qytetarët të denonsojnë çdo shkelje duke ju garantuar ndërhyrje të menjëhershme ligjore.